Bronzi i vishet Kuqezi, Lorik Cama, ylli i panaririt, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në një kryqëzim plot jetë mes Arthur Avenue dhe Crescent Avenue, shqiptarët e Amerikës dhe miqtë e tyre kishin një arsye të veçantë për të festuar këtë fundjavë. Sot me 4 maj në ora 12 deri në 18, Gjergj Kastrioti Skënderbeu Street Fair u kthye për edicionin e tij të 4, duke sjellë me vete një atmosferë ngazëllyese. Po këtë vit ndriçoi edhe më fort mbi panairin Lorik Cama, legjenda e futbollit shqiptar dhe ish kapiteni i kombëtarës, i cili ishte i pranishëm për takuar fansat e tij, një aktivitet veçantë për fëmijët. Cama do të firmosë topa futbolli falas. Panairi organizohet nga Mark Gjonaj, shoqata Open Ends, mbështetur nga Këshilli Koordinues i Diasporës, dhe synon të forcojë lidhjet mes shqiptarëve të diasporës, ndërsa ofron një pasqyrë të gjallë të kulturës shqiptare me gjithë pjesëmarrësit në çdo cep të rrugës. Vizitorët shijojnë vallëzime tradicionale, specialitete gastronomike dhe aktivitete për gjithë moshat. Organizatorët bën thirrje për sponsor dhe biznese lokale, duke theksuar rëndësinë e këtij bashkëpunimi. Për çdo informacion mbi pjesëmarrjen apo mbështetjen, mund të kontaktojnë pikërisht organizatorët.